E ke shtrënguar pa sistemi? Jemi duke, unë mendoj se me digitalizim do performojmë më mirë, prandaj fokusi në këtë periudhë do jetë digitalizimi, infrastruktura dhe kapacitetet. Digitalizimi në këtë rast ka kupton GPS ato këto? Jo. Digitalizimi në këtë rast në kupton sistemi i cili do të banë matjen e rasteve, shërbimeve që jepen në shëndetësi. Mos harro që çdo shërbim shëndetësi paguhet. Po. Do fondi i paguan çdo shërbim që bëhet, e tash fondi shëndetësor paguan shërbimet, nga ana tjetër shërbimet nuk ndjeken a janë dhëna apo nuk janë dhëna. Një shembull shumë konkret do t'jap. Le të themi një pacient nëse shkon tek mjeku am, ai e merr apo nuk e merr shërbimin, mjeku am mund ta çon në klinik për shembull. Po. E tash për shërbimin e njëjtë që nuk e ka marrë tek mjeku am, ai shkon në klinikë dhe atje kërkon shërbimin e njëjtë. Ne si shtet e paguajmë 2 herë atë shërbim. Edhe te mjeku am, edhe te mjeku am, edhe tek mjeku që është në klinikë. Pra kur do kemi digitalizim, kur do ta ndjekim që ky shërbim, ky tretman që është tretman që i takon shëndetësisë primare, jo sekondare ose terciare, atëherë ne nuk do ta paguajmë 2 herë.